Halil Geci ka bërë një reagim kundër Lutfi Hazirit. Ai përmes një postimi në Facebook ju kundërpërgjigj një deklarate ku Haziri thotë se në LDK e kemi përjashtuar listën serbe që nga viti 2015. Sipas Gecit, deklaratat e tilla nuk janë befasi, por vazhdimësi e një politike që kanë minuar vazhdimisht interesin shtetëror të Kosovës. Madje ai bëri thirrje Abdigjiku për përjashtim të Hazirit nga partia. Zoti Lumir Abdigjiku, nëse vërtet ke ndërmend ta shfutosh atë që ka mbetur nga LDK-ja, atëherë është koha të ndërpresësh bashkëpunimin me këta individ që kanë përdorur partinë si trampolin për karrierë dhe pasuri, ndërsa ideali Rugovian e kanë shndërruar në flamur mashtrimi, shkroi në të tjera Geci. Lutfi Haziri, shtylla kryesore e tradhtisë politike në Kosovë, reagim publik ndaj Lutfi Hazirit, i nderuar opinion publik. Pa ndihmën e Luftir Hazirit nuk do të vinte në krye të LDK-s bashkëpunëtori Rahman Morinës, as në krye të shtetit spioni franko-serb Polari i Brojës. Pikërisht ky njeri që sot ende flet si hijen politike nëpër studio televizive, mbetet zëri më i shëmtuar i degradimit të trashëgimisë rugoviane. Po e ndjej si detyrë qytetare dhe morale të reagojnë ndaj deklaratave të fundit të zotit Haziri, që për fat të keq nuk përbëjnë ndonjë befasi, por janë vazhdimësi e një politike që ka minuar vazhdimisht interesin shtetëror të Kosovës dhe ka ndotur idealin e pastër të Ibrahim Rugovës. Në vend se të kërkojë falje për dëmet që ka shkaktuar, Lutfi Haziri vazhdon të relativizojë aleancat e tij të turpshme me listën serbe dhe me strukturat kriminale të PTK-s, partia e individ që jo vetëm ka ndërtuar pushtetin me gjakun atletarëve të LDK-s, por edhe kanë kapur shtetin për interesa personale dhe të huaja. Pa ndihmën e tij dhe pa heshtjen e tij të çudimshme, nuk do të ishin bërë pazare të ndyra politike që e kanë shbërë LDK-n dhe kanë dëmtuar themelet institucionale të Republikës së Kosovës. Ishte Haziri ai që i dha legjitimitet këtij kursi fatal, herë si bashkëpunëtor deri për drejt dhe herë si garantues në hije. Është fakt historik që një ndër zërat e parë që ka folur për ndarjen e Kosovës në tryeza ndërkombëtare ishte pikërisht ai, në kohën kur presidenti Rugova ishte ende gjallë dhe i kishte tërhequr publikisht vërejtë që mos të fliste në emër të LDK-s. Ajo zgjedhje ishte tradhti ndaj partisë, ndaj shtetit dhe ndaj qytetarëve që besonin në rrugën institucionale të Rugovës. Gjithashtu lidhet e tij të ngushta me krerët e PDK-s, shumë prej të cilëve të akuzuar për vrasjen e kundërve më të çmuar të LDK-s, janë dëshmi tjetër e rrugës që ka ndjekur Haziri për përfitime personale në kurrizë të sakrificës së shumë barecave. Zoti Lumir Abdigjiku, nëse vërtet ke ndërmend të shpëtosh atë që ka mbetur nga LDK-ja, është koha të ndërpresësh bashkëpunimin me këta individ që kanë përdorur partinë si trampolin për karrierë dhe pasurim, ndërsa idealin rugorian e kanë shndërruar në flamur mashtrimi. Sot populli e di mirë kush i ka shërbyer interesit të vendit dhe kush e ka kthyer politikën në një instrument të tradhtisë kombëtare.